Përshëndetje gocani, përshëndetje ja byrekun që unë kam bërë mrem. Ky është aia që bëra me djathë edhe me gjizë, se që shikoni, këtu kam gjeshur brumi dhe ky mielli kësa radhe më qelloj supe. Edhe mielli ka segretin e vetë dhe mineralitetin. Ja këtu po e pres, po e vej në topat vegjël, si që shikoni. Ju si keni kaluar sot si më udhito njërës të dashur këte nga neve, sonde ka rënë shi, tani do që dal dielli, po është freskët. Dhe kështu vazhdojmë procedurën, këtu kam hapur petët, një nga një, deri i kam bërë kaq të vogla të gjitha. Edhe këtu po i luaj me gjalp, kam bërë 6 petët e para, si që shikoni në këtë mënyrë. I kam hapur dhe i kam lyer me gjalp. Akoma vazhdoj dhe 6 të tjerat që t'i bëj gati, se 6 i mbarova dhe i vura në mënjan. Edhe procedura vazhdon, ja, po përgatis dhe 6 të tjerat. Kam filluar zojt, po në cicërojnë, duket pranvera që erdhi. Edhe ja ku janë 6 petët e para, si që shikoni që i kam bërë, që dollën ekstra dhe byreku, dhe ja tani do t'i hapin. Ishin aq zbutur dhe aq elastike ishin bërë për zotin që hapeshin edhe me dorë, si që pat dhe juve, që unë atë që bëra me lakra, i hapa dhe me dorë, se hapeshin për shef, për bukuri. Vetëm se, ja, si që shikoni, duhet kesh durim, doja të thoshim, edhe çdo gjë del e mirë, del supe. Ky është byreku që unë bëra përgatita për Eliana, se Eliana akoma me lakra nuk e ha. Edhe që këshuja, ja, ky është byreku i parë që unë përgatita mrem. Eliana po më thoshte që kishe mbaruar detyrat, se po i bënte detyrat me Kristin. E këtu kam shtuar gjizën me djathin, kam shtuar pak krip, jo shumë se djathi ka mjaftu shumë krip, edhe vaj ulliri. Këtu po e hap, po fryner këte nga neve, besoj se do hapet koha po frytier varet. Tu po i shtoj qik gjalp. Dhe këtu po hap bazën tjetër, 6 petë të tjera që do t'i vendos lart që të mbyll byrekun. Nuk e kisham bërë në këtë mënyrë, të kisham parë shumë video në fakt, po e bëra mrem dhe në të vërtet dollën aq të mirë, aq të butë dhe krokant të themi. Është shumë i shpejt, si puna atite që hap petën ti me vaj dhe e bën, ke parasysh byrekun që bën rota të themi. Edhe ai është shumë i thjeshti, shumë i shpejti. Se normal dhe petët mund t'i tollim një nga një, po që u mbet më tepër kohë. Kurse këshuja, dolën të olla, doli i shishëm, doli krokant, edhe ky ishte byreku i parë që bëra dje. I kam vendosur dhe gjalp lart, edhe kam futur në furrë. Ja, si që shikoni.